Inspirimin e gjeti te një gazetare e sportit. Primož Gliha tregoi se si e zbuloi formulën për ta marrë një pikë ndaj Zvicrës. Sot e dëgjova gazetaren Qeqa Krelani. Ajo është nëna e futbollit kosovar. Por trajneri sloven nuk I pati punët mirë me gjithë gazetarët sportiv. Ai nuk e shikoi fare në sy drejtorin e futbollit të Art Motion. Bujë të madhe Gliha bëri edhe kur deklaroi se nuk kishte vendim I tij mos ftesa për futbollistin Edon Zhegrova. Unë doja ta ftoja Zhegrovën, por vendimi ishte I FFK-s. Me futbollistin e Lille, Gliha pati një reagim interesant në ndeshjen ndaj Rumanisë. 55 vjeçari nga Ljubljana pati ankesa ndaj futbollistëve se të gjithë duan të luajnë vetëm në fazën e sulmit. Aventurën prej 2 muajve e gjysmë, Gliha e mbylli me humbje ndaj Bielorusisë, e cila I dha vulën një cikli zhgënjyes për Kosovën. Dardanët u pozicionuan të parafundit në grupin e saj duke lënë prapa vetëm Andorrën.